Përshëndetje miq të nderuar të ekranit të televizionit Vojnë, mirë se takohemi së bashku në emisionin të rit në Fokus. Sot kam kënaqësi të prezantoj përpara jush një klub shumë interesant, klubi i cili mban emrin English Hour, një klub letrar që vepron në shkollën 25 Maj në Tuzë dhe ka për qëllim që të nxjisë leximin si një përvojë të këndshme, jo vetëm individuale, por edhe në grup. Themeluesja e këtij grupi është Veronika Detvukaj, të cilën natyrisht e kam edhe mysafire të parë, duke qenë se emisioni është ndarë në dy pjesë, do kemi edhe disa nga nxënësit që janë antarë të këtij klubi. Dua Veronikën më njëherë ta falenderoj që pranoi ftesën dhe natyrisht ta përgëzoj për këtë arritje, duke qenë se vërtet është treguar shumë i suksesshëm klubi që ju keni themeluar. Faleminderit shumë për fjalët e bukura, faleminderit po ashtu edhe për ftesën. Atëherë unë do doja që në fillim të na flisni pak në lidhje me këtë klub, të mësojmë numrin e nxënësve, në çfarë merret ky klub konkretisht? Ky klub është formuar me qëllim që nxënësit të kalojnë ato barrierat shoqërore, gjuhësore, e kështu me radhë, pra që të ndihmojmë nxënësit të zhvillohen në mënyrë personale ashtu dhe akademike. Ky grup fillimisht ka filluar para 4 vitesh të veproj, por me shkëputje për shkak të mungesës sime nga puna, por prap jemi rikthyer para pothuajse 3 muajsh dhe tani kemi formuar një grup komplet të ri, i cili numëron 28 nxënës. Pra në fillim, grupi ynë u formua me 8 nxënës. Ishte shumë vështirë t'i motivojmë që të fillojnë të lexojnë, por dita ditës, për fat të mirë, kjo gjë po ndryshon dhe nxënësit po shprehin çdo ditë më shumë vullnet për lexim dhe për zhvillim. Atëherë, unë do doja të dija se çfarë juve ju shtyri që të krijoni një klub të tillë, një grup të tillë, pavarësisht edhe obligimeve të cilat janë të shkollës, pra duke marrë parasysh se edhe plan programi nuk është fare i lehtë, është i stërmbushur, të themi kështu, dhe nga ana tjetër kemi edhe obligimet familjare. Çfarë ju shtyvi juve si profesoresh anglishtës që të themeloni një klub të tillë? Po, për ta formuluar një grup të tillë, kisha mjaft arsye, jo vetëm një. Një ndër arsyet ishte sepse tani Gjimnazi 25 Maj apo shkolla e mesme Përzier tashme ka drejtime të ndryshme dhe këto grupet apo drejtimet e gjimnazit të përgjithshëm janë aty nxënës shumë të mirë dhe librat tradicional të cilët i mësojmë në gjuhën angleze për ta nuk janë aq sfidues tashme, sepse gjitha këto i kanë te kaluar, i kanë mësuar pjesën gramatikore, teorinë e din perfekt, por në anën tjetër e kam vëretur se komunikimi është ajo ku çalojnë më tepër dhe kanë më tepër nevojë që të përmirësohen në atë drejtim. Përveç kësaj, zhvillimi i inteligjencës artificiale ka bërë atë të vetën, pra ndikimin e vet edhe në mësim, edhe në sistemin arsimor, po ashtu si edhe në sferat tjera, kështu që tani nuk është më fokusi tek faktet, tek mësimi i fakteve, por se sa të gjinshëm janë nxënësit tanë që këto fakte të cilat i dinë, t'i implementojnë, t'i praktikojnë në jetën e përditshme. Qëllimi i këtij klubi është që nxënësit të lexojnë lloj-lloj librash, të cilat i zhvillojnë ato aspekte të cilat shkolla ndoshta nuk i zhvillon aq shumë. Pra janë disa tematika të cilat nuk mësohen përndryshe në shkollë, por që janë çdo ditë më të rëndësishme për tregun e punës nesër dhe siçeni njerëzore në përgjithësi. Atëherë, si e bëni përzgjedhjen fillestare të themi të librave për secilin muaj? Si vjen deri tek ajo përzgjedhje?
Po, çdo muaj kemi propozojmë një 4-5 libra të zhanreve të ndryshme, në mënyrë që nxënësit të njoftohen me sa më shumë, të eksplorojnë sa më shumë lloje zhanresh letrare, dhe e kemi një grup në Viber ku komunikojmë. Aty pra votojmë për librin të cilën ata duen të lexojnë atë muaj, dhe normalisht libri i cili ka më së shumti vota ai fiton dhe lexohet për muajin në vazhdim. Masandej kemi hapin tjetër, pra në varësi prej numrit të faqeve të librit dhe të ditëve, pra zakonisht kemi një muaj ditë lexim, e kalkulojmë dhe shohim se sa faqe në ditë duhet të lexojmë. Zakonisht i takon një 10 deri në 20 faqe, gjë që mendoj se është një numër faqesh që nuk është i vështirë të lexohet për brenda ditët. Po, është vështirë që të përfshihen të gjithë nxënësit, duke pasur parasysh edhe nivelet të ndryshme, edhe të nxënësve në gjuhën angleze. Unë besoj se nuk janë të gjithë që e din gjuhën angleze perfekt, por kemi edhe nxënës që nuk janë të gjithë të vitit të parë, 2, 3 apo të 4, besoj janë të përzierë, dhe duhet të di se sa e vështirë është që kjo të menaxhohet, kjo pjesë. Po, klubi ynë ka antarë nga komplet shkolla, pavarësisht viteve dhe pavarësisht nivelit të gjuhës së tyre, apo se sa praktik kanë ata me lexim, se sa të avancuar janë ata në drejtim. Ky klub ju jep mundësi të njëjta të gjithëve që të avancohen dhe të shohin nga njëri tjetri, të mësojnë, sepse nëse jo vetëm se është që nuk është një pengesë, por mendoj se është edhe një gjë shumë pozitive, sepse duke parë shokët e tyre të cilët janë ndoshta pak më të avancuar, edhe ata mundohen më tepër të lexojnë, të napin atë kontributin, të tregojnë se edhe ata janë të zotët, të përzihen me shokët më antarët e grupit. Absolutisht. Çfarë përfitimesh ju mendoni se sjell leximi i librave në gjuhën angleze për nxënësit në këtë moshë, pra për nxënësit nga mosha e kemi 14 deri pothuajse 18-19 vjeçare? Po, leximi pavarësisht është në gjuhën angleze apo në çfarë do gjuhet ka benefite të shumta, të panumërta në fakt, sidomos në këtë grup mosh. Por nëse duam ta konkretizojmë për gjuhën angleze, atëherë na ndihmon shumë në të shprehurit, në të folurit, në përzgjedhjen e fjalëve, në zhvillimin e imagjinatës, po ashtu, sepse fare lehtë mund të dallosh një nxënës i cili lexon nga ai i cili nuk lexon, pra sidomos në shkrimin e eseve, në të shprehur. Pra mendoj se në gjitha këto aspektet, nëse duam të fokusohemi vetëm të këto gjuhësorët, pra ndihmon shumë. Nxënësit po ashtu kanë nga një fletore posaçe për këtë klub, ku marrin shënime, ku pra shënojnë fjalë të reja, të cilat janë të reja për ta, shënojnë shprehje të ndryshme të cilat ju kanë pëlqyer në mënyrë të jashtëzakonshme, ose ndonjëherë lexojmë edhe libra të cilat janë më interaktiv, gjatë të cilëve duhet të ndalim her pas here dhe të mendojmë, të reflektojmë, të përgjigjemi në pyetje, kështu që kjo do e mos të ndihmon në zhvillimin e gjuhës. Po, si reagojnë nxënësit ndaj mysafirëve apo punëtorive që juve organizoni? Di që ky klub pra ka pasur her pas here edhe mysafir të ndryshëm dhe keni zhvilluar punëtori të ndryshme. Dua të di reagimin e tyre ndaj mysafirëve, si vjen deri tek përzgjedhja ndoshta edhe mysafirëve, por edhe e punëtorive. Keni një plan që e keni hartuar më përpara apo aty për aty ju lind ideja që të krijoni një punëtori? Po, faleminderit që përmend edhe këtë aspekt. Pra klubi ynë përpos leximit të librave bën edhe aktivitete tjera, siç janë punëtori të ndryshme, apo sjellim musafir të ndryshëm në shkollë, apo planifikojmë që edhe ne të bëhemi musafir diku në të ardhmen, por duke qenë se kemi filluar vetëm tash vonë, siç thash më parë, para gati 3 muajve, nuk kemi arrit të bëjmë gjitha ato cilat i kemi pas planifikuar për këtë vit shkollor, por nga shtatori do të mundohemi të inkuadrojmë të gjitha. Sa i përket pyetjes, nxënësit janë shumë të hapur ndaj musafirëve, janë shumë interaktiv, gjë që më pëlqen shumë, sepse bëjnë
biseden shumë interesante, shumë të gjallë dhe mësafirin e bëjnë të ndihet mirë. Ashtu e njëjta gjë kur kemi punëtori të ndryshme, pra janë të gatshëm të japin ide, të shfaqin kreativitet. Për mua është një kënaqësi, besoj se dhe për ata. Po si e bëni përzgjedhjen e mysafirëve që ftoni në takime dhe cilat janë ato kriteret kryesore që juve kërkoni? Po, duke qenë se ky klub është formuar për të mirën dhe për nevojat e nxënësve, gjithmonë mundohem t'i kyçi nxënësit, të shoh se çfarë janë ato idetë e tyre, ka kanë ata idol, kanë do të donin të sillnim ne si mysafir në shkollë. Dhe si mysafiri ju një parë ka qenë shkrimtari ju nga Malësia Mark Pashku Luzgjonaj. Nxënësit vete kanë kërkuar, pra disa nxënës kanë kërkuar që ta sjellim dhe ka qenë një bisedë shumë inspiruese, shumë interesante, jo vetëm lidhje me librin dhe krijimtarinë, por edhe për tema tjera shoqërore. Cili ka qenë reagimi më i veçantë i nxënësve ndaj mysafirëve? Çfarë reagimi kanë pasur ata dhe ndoshta kanë pasur në një pyetje interesante apo diçka që ju ka mbetur në kujtesën tuaj dhe vërtet ju është dukur interesante, çfarë janë kujtuar që të pyesin? Po ka pas pyetje mjaft interesante. Tani nuk mund të kujtohem se cila ka qenë pikërisht një pyetje, por mund të them se reagimi më i veçantë ndoshta ka qenë prap, po kthejmë tek mësafiri në Mark Luzgjonaj, sepse ky ka qenë edhe kujdestari i disa prej nxënësve të antarëve të klubit, kur kanë qenë në shkollë fillore, dhe ai takimi pas sa vitesh mendoj se ka pas një efekt shumë pozitiv. Pse mendoni se leximi jashtë orëve të mësimit është i rëndësishëm për të rinjët? Po, mendoj se është shumë i rëndësishëm për të rinjët, sepse sot, pra, përmend edhe parë zhvillimin e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, pra, tani informatat nuk na mungojnë, madje na teprojnë informatat, dhe tani është gjëja më kritike se të dallojmë pra çka është të saktë, çka është të pasakt, pra kjo na ndihmon në zhvillimin e mendimit kritik, në zhvillimin e imagjinatës, në zhvillimin e empatisë, të socializimit. Pra tani është bërë si garë mes njerëzve dhe inteligjencës artificiale. Çfarë na mbetet ne, sepse ne normalisht nuk mund të kalojmë një smartphone apo përsa i përket informatave, por mund t'i zhvillojmë ato aftësitë tona njerëzore, të cilat janë unike, që nuk ka teknologjisë që mund t'i zhvillojnë. Pra, vetëm nëse zhvillojmë inteligjencën natyrore, aftësitë tona natyrore, në kombinim me ndihmën që na jep inteligjenca artificiale, atëherë mund të themi se kemi bërë një përparim. Si motivoni ju nxënësit që të marrin pjesë dhe të qëndrojnë aktiv në këtë klub? Çfarë bëni konkretisht? Po, sfida më e madhe është në fillim të vitit, ti motivosh që të hyjnë të bëhen pjesë e grupit, sepse nuk e di pse, por një shumicë e madhe e nxënësave, dhe flas për nxënës të shkëlqyeshëm, nuk janë tepër të interesuar për lexim. E shohin ata si një detyrë shtesë, si një obligim, por mendoj se vetëm nëse ndryshojnë këtë konceptin e mendimit e qasjes për librin, atëherë do të jetë gjithçka komplet ndryshe. Por masandej, kur kyçen në grup, atëherë gjithçka rrjell vetë natyrshëm. Po, si ndryshon dinamika e diskutimit kur libri është një zhandri më sfidues për ta? Dua të di paksa të dinamiken mes nxënësve, natyrisht edhe kyçjen tuaj, besoj janë pyetjet interesante. Po, pra si thash edhe më parë, në fillim çdo vitit, apo në takimin e parë, bëj një anketë të vogël, që ta shohën gjendjen e nxënësve se si qëndrojnë ata me leximin, çfarë marrëdhëniesh kanë ata me leximin, dhe këtë grup që kemi aktualisht, shumica e nxënësve nuk janë aq të avancuar që të zgjedhin ndonjë libër tepër sfidues, por këto ja u lëm arsimtarëve të gjuhës amtare,
këta klasik si që janë, apo postmodern, apo ndonjë zhanër ma sfidues, sepse mendoj se duhet të kemi kujdes kur zgjedhim një libër që mos të krijojmë kundër efekt. Pra gjithmonë filloj me zhandret e lehta, të cilat janë të lehta për të lexuar, për të kuptuar, që nuk kanë ndonjë fjalor tepër të avancuar apo të vjetër siç janë librat klasik, por diçka që është e kapshme për nxënësin, por edhe sfiduese në kuptimin e gjuhës, në kuptime tjera. A ka të interesuar që tani, mbasi që kanë parë grupin, se është përbëhet nga 28 nxënës, që kanë shprehur interesin për të kyçur edhe ata në grup. Dhe si mendoni se do jetë viti i ardhshëm, duke qenë se jemi drejt përfundimit të vitit shkollor? Po, pra fillimisht, sepse gjatë gjithë kohës kanë shkuar duke ushtuar numri i nxënësve, nuk është se kemi bërë ndonjë marketing apo ndonjë promovim kështu publik të klubit, faleminderit juve që shprehet interesimin ta promovoni sado pak këtë klub, por vetëm kanë shkuar duke i thënë njëri tjetrit, duke ja shpjeguar pra nxënësit, dhe kështu ka shkuar numri duke u rritur, dhe besoj se prej vitit së ardhshëm do të kemi edhe më shumë nxënës. Uroj shumë që interesi të rritet. Faleminderit. Cilat janë sfidat më të mëdha që përballeni ju si udhëheqëse e grupi? Neve i përmendëm disa, por nëse keni diçka natyrisht edhe për të shtuar. Sfida e vetme që mund të them sa i përket menaxhimit të këtij grupi është orari, sepse nxënësit çdo ditë kanë nga 7 orë dhe është e tepër të organizojmë mbas orës së 7 një takim të tillë, kështu që mundohemi në mes të orëve të organizohemi sadopak. E di se është e vështirë që të jemi gjithë së bashkut në ato rrethana, por sepse duhet të kemi kujdes që mos të caktojmë një ditë që mos të mungojnë nxënësit vazhdimisht prej të njëjtave orë, por bëjmë ndryshime, kështu që kjo është pak më sfiduese. Problematik, po. Çfarë do donit të shihnit si rezultat afatgjat të këtij klubi? Po, pra gjitha këto janë përgatitje për mbas që të përfundojnë ata gjimnazin, të jenë në gjendje të marrin ata vetë një libër, të lexojnë, jo se ka thënë profesoresha, jo se ka thënë dikush tjetër, por thjesht sepse ata dëshirojnë të lexojnë. Kemi raste kur nxënësi thotë, nuk kam arrit ta përfundoj librin se kam pas shumë obligime, por mundohem që t'ju shpjegoj se pikërisht atëherë kur ke shumë obligime, kur je shumë i ngarkuar me punë, pikërisht atëherë duhet ta marrësh një libër, ta lexosh në mënyrë që të shkëputesh nga realiteti, të shkëputesh nga hallet, problemet, dhe të hysh në një botë tjetër e cila të relakson dhe të bën të ndihesh mirë. Pra këtu duhet të ndërlidhem me atë thënien e famshme japoneze që thot qoftë se pra mjafton të meditosh për 20 minuta, vetëm nëse je tepër i nxënë. Nëse je tepër i nxënë, atëherë medito për 1 orë. Pra edhe libri mund të merret si një formë meditimi. Mirë, dhe në fund dua cilat janë ato synimet tuaja për të ardhmen e këtij klubi. Çfarë synoni? Dim që gjeneratat ndryshohen, por profesoresha Veronika Dedvuka do vazhdoj të qëndrojë, do jetë me vite të tëra pranë gjimnazit apo shkollës së mesme të Përzir 25 maj, dhe unë do doja të dija se cilat janë ato synimet që juve keni me këtë klub. Po, uroj që të vazhdojmë si deri tani. Normalisht, sa më shumë nxënës, sa më shumë, megjithëse edhe 28 është një grup ideal, nuk është se është pak, por për të mirën e nxënësve, mendoj se është mirë të lexojnë, edhe nëse s'duan brenda klubit tanë, të antarësohen në klub, ka rëndësi vetëm të lexojnë, dhe po, mendoj që t'i bëjmë pak më tepër promovim, do shta hapim do një faqe në Instagram ku nxënësit tjerë të interesuar mund të shohim se aktivitetet tona se me çfarë merremi dhe si veprojmë. Mua së mbetet tjetër vetëm të falenderoj, të uroj shumë suksese
Të uroj spari natyrisht shëndet dhe shumë suksese në punën tënde të mrekullueshme që e bën me shumë pasion, këtë gjë mund ta vërejmë që të gjithë. Faleminderit shumë, duke qenë se neve do vazhdojmë me grupin e nxënësve, të cilët do na flasin pak më shumë në lidhje me aktivitetet dhe me pjesëmarrjen e tyre. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, pra jemi në pjesën e dytë të emisionit të Rit në Fokus dhe tani jam me 4 antar të klubit English Hour, të cilët vërtet kanë shprehë interes ndaj leximit të librave, jo në mënyrë individuale, por edhe në mënyrë grupi. Ashtu që ata do shpalosin me neve idetë e tyre, aktivitetet në të cilat kanë marrë pjesë dhe shumë çka. Andaj unë dua më njëherë t'ju dëshiroj mirëseardhje. Gabriela Lulgjuraj, mirë se erdhe. Nora Gjokaj, mirë se erdhe. Pastaj Emin Nikaj, mirë se erdhe, dhe Martina Camaj, mirë se erdhe. Është vërtet kënaqësi që ju shoh dhe ju shoh shumë të motivuar për të biseduar në lidhje me librin. Pyetja ime e parë do ishte për Noren. Do më tregosh se si e zbulove ti këtë grup dhe çfarë të tërhoqi që ti të bësh pjesë e këtij grupi? Profesoresha ime na ofroi mua dhe shokët e klasës këtë mundësi dhe kur dëgjova për ta u gëzova sepse në shkollën tonë nuk kemi shumë klube dhe duke njohur profesoreshën time dija se ky grup do ishte i mrekullueshëm. Po, a ke qenë ti faktikisht më përpara një lexuese të themi e rregullt e librave apo ke filluar të lexosh tani mbasi që u kyçe në këtë grup? Po, kam qenë lexuese e rregullt edhe para se u bashkova klubit. Dhe cili është apo ka qenë libri yt i preferuar deri më tani që ke lexuar, pra duke shkuar nga vetë fakti sepse tani je antare e këtij grupi dhe dua të di në grup që keni lexuar, cili ka qenë ai libri më interesant për ty? Libri im i preferuar deri tani ka qenë libri i parë që lexuam, quhej 7 Habits of Highly Effective Teens. Atëherë tani do doja të pyesja Gabrielën se si përjeton ti diskutimet e librave në grup dhe a të ndihmojnë ti kuptosh më mirë ata që natyrisht edhe i lexon, pra mbas diskutimit që ti e bën në grup me shokët dhe shoqet. Po, më ndihmon shumë me kuptua librin dhe me pa në shikime të ndryshme dhe pyetjet janë shumë të interesanta nga profesoresha dhe nxënësit gjithmonë shprehin mendimet dhe opinionet e tyre. A ka ndikuar pjesëmarrja në grup në mënyrë, apo sa ka ndikuar, më mirë të pyes, pjesëmarrja në grup në mënyrë se si zgjedhen librat për t'u lexuar? Por e kem grupin në Viber të cilët nxënësit e sugjerojnë librin se të cilën duan me lexua dhe të gjithë votojmë. A të pëlqen kjo zgjedhje? Po. Po. Çfarë dhe zhëndrash ti preferon më së shumti për të lexuar? Mua më së shumti më pëlqejnë tregimet historike, por jam e gatshme të lexoj çfarë do që sugjerojnë në grup. Atëherë do doja t'ja kaloja mikrofonin Eminit. Emin, dim që klubi juaj ka dhe mysafir, ftoni her pas here dhe mysafir të ndryshëm. Cili ka qenë ai mysafir që ty të ka lënë më shumë përshtypje dhe pse? Unë mendoj garat që i kemi pasur me nxënësit e shkollës medrese me Fati. Ajo është një eksperiencë shumë interesante dhe që takohemi duke biseduar në gjuhën angleze me nxënësat nga shkollës tjetër ishte shumë interesante. Mirë, po çfarë ke mësuar nga mysafirët në përgjithësi që ju kanë vizituar dhe a kanë qenë të dobishëm ata si mysafir, pjesëmarrja e tyre, natyrisht juve si lexues, juve si nxënës, sa të dobishëm kanë qenë informacionet apo gjëra që ju i keni marrë pikërisht nga ata? Me siguri janë kanë të dobishme, po na kanë mësuar bazë përvojëve të tyre, të cilët ishten shumë anshme, pra kur kanë ardhur pra nga anët dhe rrugët e ndryshme të jetës, edhe ka dikush nga një vend tjetër të botës, edhe thjesht po shumë interesante edhe mendoj se ishte shumë e dobishme. Po, si për ty dhe për besoj të gjithë nxënësit. A mendon se mysafirët apo të ftuarit e bëjnë grupin më interesant dhe përse? Unë mendoj se po, e bajnë më interesant, se veç takuan na së bashku çdo javë apo çdo dy javë do të bëhet pak monotone. Edhe kur e ftojmë një mysafir apo dy pak e ndryshon. Sjell freski, jo? Pak po. Po. Mirë, unë do doja t'ja kaloja pak mikrofonin edhe Martinës. Martina, a ke ndonjë profesionist që ti do doje ta shihje si mysafir në takimin e radhës?
Pra, nuk kam do një profesionist në mendje specifik, por mendoj se do t'ishte interesante të takojmë, bisedojmë me do një artist apo këngëtar shqiptar, të bisedojnë mbi eksperiencat e tyre, udhëtimet e tyre gjatë karrierës së tyre në Malësi edhe jashtë kufijve, po, gjithashtu. Si ndryshon atmosfera kur juve keni musafirin në krahasim me takimet për diskutimin e librave? Pra, zakonisht ne mbledhemi një rreth pak si kështu, kur kemi diskutim mbi libra, dhe komentojmë, kemi tema të lira dhe diskutojmë mbi librin cilin kemi lexuar. Ndërsa kur kemi musafir, koncentrimi vëmendja përqendrohet tek ata. Dhe kjo nxit një lloj kurioziteti tek neve si nxënësa për të bërë pyetje, për të mësuar gjëra të reja e kështu me radhë. Gabriela, cilat janë ato përfitimet më të mëdha që ke nga pjesëmarrja jote në këtë klub? Çfarë përfitime ti ke pasur? Unë mendoj se përfitimi më i madh prej këtij grupit është pjesëmarrja, shoqëria dhe më së shumti të dija që përfitojmë nga librat që lexojmë. Absolutisht. Emin, cilat janë përfitimet për ty që ke marrë nga ky klub? Më ka nxit që të lexoj më shumë libra në gjuhën angleze. Pasi kam marrë vetë nga një vend të huaj. Gjithmonë më kanë nxit me lexuar libra në gjuhë shqipe, që më kap gjuhën më mirë. Edhe kurse librat në gjuhë angleze më kanë ngre më shumë, kur nuk ishte tamam momenti me lexuar, por mendoj se tash me këtë klub e kam rastin me filluar pak me lexuar literaturën angleze, gjë që më pëlqej shumë. Cilat apo idet, çfarë idesh ke ti që të doje të realizoheshin në të ardhmen? Që klubi juaj të realizoj, ide apo aktivitete apo ndonjë musafir, nuk e di çfarë? Mendoj se një shëtije do t'jetë shumë interesante. Uroj që udhëheqësja e klubit ju dëgjoj dhe t'ma realizoj. Ku do dëshiroje t'ja të shëtije ta zhvillonit? Ndoshta deri te teatri, apo Podgoricës, apo ndoshta një si thuhet, dhomë kulturet, një kinoteatër, çfarë do ta, veç sa të përcjellim pak edhe anët artistike, gjë që ne nxisim në klubin tonë. Mirë, Martina, si do ma përshkruaje ti, apo si do ja përshkruaje ndonjë tjetri individ, ndonjë tjetri nxënës që nuk është pjesë e këtij klubi, por mund të jetë i interesuar. Si do ja përshkruaje ti këtë klub? Çfarë do i thoje që ti ta nxisje që ai të bëhet antar i këtij klubi? Natyrisht mund ta shfrytëzosh rastin, duke qenë se jam mëse bindur që të shumt janë ata të rinj, apo nxënës të shkollës së mesme 25 maj, që janë duke ndjekur mbas emisionin dhe ndoshta mbas asaj çfarë do thuash ti edhe do kyçën të bëhen antar të këtij klubi. Pra, do ta përshkruaja si një atmosferë nxitse dhe mbështetëse, ku të rinjt, moshatarët zhvillojnë shprehinë e leximit, ndajnë idetë edhe përparojnë së bashku. Natyrisht, kur jemi në rrethinin e njëri tjetrit, po ashtu krijohet një miqësi e re me njëjtat interesa dhe me njëjtat pasione. Edhe gjithnjë mirëprisim edhe antar të ri, edhe nxisim që nxënësit të bëhen pjesë e këtij grupi, sepse me të vërtet është frymëzues dhe është argëtues. Faleminderit. Faleminderit ty. Do doja edhe diçka ta pyesja Eminin. Duke qenë se kemi vetëm një djalë, mos ta lëmë me një anë, por t'i bëjmë pak më shumë pyetje, si thoni ju. Emin, deri tani që ke lexuar, çfarë të ka lënë më shumë përshtypje dhe pse? Prej librat që kemi lexuar me grup? Po. Librin që kemi lexuar, cila ka përmend Nora, librin e parë. Unë mendoj se ishte shumë interesante. Ndoshta ide që ka zgjuar deri tek unë, nuk ishin idetë të panjoftuara, por ishte shumë interesant me shikuar në një mënyrë më të kristalizuar. Edhe aty mendoj se më ka dhënë pak përshtypje edhe dobi në atë mënyrë.
Dhe cili do ishte mesazhi jot të drejtuar gjithë të rinjve dhe të rejave, pse duhet lexuar? Ti e di që ke shumë dëshirë dhe shumë pasion të lexosh shqip, por ja që edhe të lexosh anglisht, e shoh që e ke me shumë pasion dhe shumë qef, çfarë do ju thuash ti bashkëmoshatarëve tu, të gjithë atyre që janë duke na ndjekur, pse është libri i rëndësishëm të jetë në duart e secilit prej nesh? Pra, unë mendoj se na duhet të lexojmë për shkak të është shumë interesant që të lexojmë, që të shikojmë brenda të menduarit e autorit, si e shfaq ai idetë e tij apo idetë e saja, edhe çfarë idetë kanë marrë ata nga përvojët e tyre në jetë. Se në fundis ata është çka më të vërtet na frymëzon që të krijojmë kjo art apo letërsi apo muzikë. Edhe aty mendoj se është pjesa më interesante e letërsisë. Atëherë, mua së mbetet tjetër vetëm t'ju falenderoj, t'ju uroj shumë suksese gjatë shkollimit tuaj dhe natyrisht ta keni gjithmonë librin pranë vetes. Shumë faleminderit që bëhet pjesë e këtij emisioni. Faleminderit edhe ju. Miq të nderuar, natyrisht faleminderit edhe juve që na ndoqët, vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit Vojnë. Bashkë, mirupafshim.